بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut Dhul Xhelal. Atë e falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salat dhe selame i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe pasojnë rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtar, do të jemi bashkërisht sonte fillimin e muajit Mubarak Ramazan, ku do të mundohem sonte të i them disa fjalë në lidhje me komentimin e ajeteve të agjerimit sipas dietarit të madh Ibn Kathir. Para se të him shpjegimin e ajetit kuranor, fillimisht një 2-3 fjalë për Ibn Kathirin, i cili njihet në literaturën islame si një ndër alimat e mëdhej. Ismail ibn Kathir lindi më 1302 dhe ndroi jetë në vitin 1373. Linde në Miqdal, një fshat qytetin e Borsës në lindje të Damaskit. Ibn Kathiri ishte ekspert në tefsiret Kur'anit dhe fikhut. Ibn Kathiri ishte edhe historian. Lidhje me Ibn Kathirin, Ibn Hajar al-Asqalani thot: ai punoi në tekstet e haditheve dhe zinxhirin e haditheve. Ai kishte memorizim të fortë, librat e tij u bën të famshëm gjatë kohës së tij, njerëzit ende përfitojnë nga librat e tij edhe pas vdekjes së tij. Ibn Kathiri ishte i cili mësoi na për shumë ulema, na për shumë dietar. Ibn Kathiri ishte imam xhamin Mizza. Një po ma vonë, ai u verbru. Thot vetë për verbrimin e tij se ju bon shkak verbrimi i tij sepse qëndronte shumë gjatë natën. Vdiq në shkurt të vitit 1373. Dhe u varros afër mësuesit të tij Ibn Taymije. Ka shkruar shumë libra, por mesin e tyre e ka shkruar librin e tefsirit, Tefsir el-Quran el-Adhim, të cilën e kemi të përkthim në disa gjuhë, mesin e tyre e kemi të përkthyer edhe në gjuhën shqipe. Allahu Dhul Xhelal në surën El-Bakara ajetin 183 na drejtohet dhe thot: Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, agjerimi u është bërë obligim detyrë për ju, sikurse ka qenë obligim detyrë edhe për ata që ishin para jush, me qëllim që të bëheni të devotshëm. Ibn Kathiri
Këtë ajet kuranor i shpjegon kështu. Allahu Gjellëshanuhu e ka urdhnu këtë ummet për agjerim. Agjerimi është vetë privimi nga ushqimi, pija dhe takimet bashkëshortore me njetë sinqert për me kënaq Allahun Dhul Gjelal. Nga fillimi i agut të ditës e deri në perëndim të diellit. Allahu Gjellëshanuhu në urdhëron për të agjëru, sepse agjerimi është pastrim i shpirtave dhe dëlirësim i tyre nga çdo cilësi e keqe dhe nga çdo moral i ulët e poshtërsi. Allahu Gjellëshanuhu na tregon se ashtu siç na urdhnoi me këtë adhurim, po ashtu i ka urdhnu edhe popujt që ishin para nesh, për ta patë si shembull dhe për të përpjek që ta kryjmë këtë adhurim, këtë ibadet në formën e plot se popujt që shkuan para nesh. Në surën El Maida ajeti 48, Allahu Gjellëshanuhu thot: "Likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, walau sha'a Allahu laja'alakum ummatan wahidatan, walakin liyabluwakum fi ma ataakum, fastabiqul khairat, ila Allahi marji'ukum jami'a, fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun." Për secilin prej jush ne kemi caktu ligj e program. Po të kishte desht Allahu Gjellëshanuhu, do që kishte ban një popull vetëm fe, por deshti t'ju sprovoje me atë që ju ka dhanë. Prandaj thot, garoni për punë të mira, tek Allahu është kthimi i të gjithë juve, dhe ai do t'ju tregojë të vërtetën e çështjeve për të cilat ju kishi kundërshtime. Nëpërmjet këtij ajeti kuranor, Allahu Dhul Gjelal ne e ban në dije se për secilin prej nesh ka caktue program, ka caktu ligj, ka caktu rregull. Nuk mundet secili ligjin e vet ta ketë. Po krejt ne, si besimtar të besimit islam, kemi ligjin e krijuesit ton, ligjin e Allahu Gjellëshanuhu. Shpesh herë ne, nga mosdia jon, gabojmë duke thënë, duke menduar se krejt njerëzit dojmë t'i bojmë një men, ose krejt njerëzit dojmë t'i bojmë musliman. Por Allahu Dhul Gjelal na i ban me dije se ka mujt mi bo krejt musliman, po i kalon të lirë njerëzit me besu, mos me besu. I kalon të lirë njerëzit që ta agjerën Ramazanin, mos ta agjerën Ramazanin. I kalon të lirë njerëzit që ta falin namazin, mos ta falin namazin. I kalon të lirë njerëzit që ta japin zeqatin, mos ta japin zeqatin. I kalon të lirë njerëzit që ta besojnë Zotin, mos ta besojnë Zotin. Zoti vetë i kalon të lirë. Po donë të Zotit i bëj kejt. Musliman, krejt ishin sot musliman. Vazhdon Allahu Gjellëshanuhu dhe thot: "Fastabiqul khairat." Garoni në punë të mira. Garoni veprat mira. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, vëllezër të ndershëm besimtar. Secili prej nesh, pa dallim moshe, pa dallim gjinie, duhet garojmë veprat mira, duhet garojmë punë të mira. Secili prej nesh duhet jemi nga ata të cilët kur e shohim një punë të mirë, mos kemi xhelozi, por ta bojmë edhe një më të mirë na. Sepse
Ramazani me tjera vëllezër të ndershëm besimtar, është edhe aspekti i garës me punë të mira. Dhe përfundon ajeti kuranor ku Allahu xhaleshanu, tek Allahu xhaleshanu është kthimi i të gjithë juve. Lumja i cili kthehet te Zoti me ibadete, me namaz, me agjerim, me zeqat, me hax, me sabër, me sakrificë, me ndihma të ndryshme, lumja që kthehet te Zoti me këto vepra. E valla mirë për ata i cili kthehet te Zoti pa namaz, kthehet te Zoti pa agjerim, kthehet te Zoti për nuk krijen e vet kur në sejdë. Mirë për atë i cili për herë parë vjen në xhami si xhenaze. Qoftë nga xhinia mashkullore, qoftë nga xhinia femnore. Mirë për ata i cili vjen xhami për herë parë, bin të tjerë që ai vjen si xhenaze. Lumja i cili i be vetit mas. Dhe Ramazani vëllezër të ndershëm besimtar, dhe shtjerash duhet të jetë edhe në këtë drejtim reflektim për secilin prej nesh. Ajetin që e lexova në fillim në surën Al-Baqara, ajeti 183, në të cilën Allahu xhaleshanuhu na drejtohet për agjerimin, me një thirrje shumë bukur. Ayyuhalladhina amanu. O ju që i keni besu Allahit. Besoni vëllezër të ndershëm besimtar se këtë epitet nuk e ka secili prej jush. Shumë njerëz ka kriju Zoti ma herët e përmendëm. Mirë po, me këtë thirrje Zoti veç neve na thirr. Ja ayyuhalladhina amanu. O ju që i keni besu Zotit. Për 7 miliard njerëzve, 1 miliard e diçka thuhet se janë muslimanë, 1 miliard e gjys. Neve na drejtohet Zoti me këtë thirrje, jo krejtve, jo këtë njerëzimit, jo 7 miliardve. Dhe para mendo unë dhe ti jemi në atë miliardin ku na drejtohet me thirrjen më të bukur Zoti dhe na thot, o ti që i ke besu Zot. Ayyuhalladhina amanu. Është bo obligim agjerimi, si që ishte edhe para juve. Më thonë, mos mendojmë na se eftimi të majtë Ramazan, na se eftimi të agjeru, mos ta kuptojmë agjerimin kështu adi. Ka pas agjerim edhe para nesh, ka pas agjerim edhe në umet e tjera, edhe brejt kanë pas agjerim, edhe krishterët kanë pas agjerim. Edhe para ardhjes së agjerimit obligim, kanë agjeru besimtar të asaj kohë. Përfundon ajeti kuranor, la'allakum tattaqun, me qëllim që bëheni të devotshëm. Me qëllim që jeni të ruajtur, të mbrojtur, sepse agjerimi është pastrim edhe për trupin ton, edhe për shpirtin ton. Agjerimi është ndihmë e madhe për me arrit devotshmërinë, për me arrit takvallokun, për qenë i ruajtur prej gjunaheve. Agjerimi ngushton rrugët shejtanit, sikurse është sjell me një hadith, të cilën e transmetojnë edhe Imam Buhariu, edhe Imam Muslimi, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtohet sahabëve, gjeneratës më të rejtë, dhe ju thot, o ju tri, kush ka mundësi për juve, le të martohet. Ai i cili nuk ka mundësi atëherë, le të agjeroj, sepse agjerimi është mbrojtje për të. Më thamë, agjerimi duhet të arrije këtë pikë, vëllezër të ndershëm besimtar. Nëse nuk na mbron agjerimi nga gjunahet tona, mos bëjmë kot mund. Më thonë, që cili prej neve sonte duhet mundohet ta kuptojë qëllimin sepse agjeron. Ta kuptojë qëllimin sepse zgjohet në sifir. E kështu me radhë. Duke marrë parasysh se ezani po thirr, tash do të drejtohem shkurtimisht rreth aktiviteteve që do t'i zhvillojmë gjatë muajit bekuar të Ramazanit, këtu do ta përfundoj ligjëratën.
Vëllezër të ndershëm besimtar, fillimisht ne sonte do ta falmi namazin e Yacis, të cilin do ta shpjegoj vazhdimisht se si do ta falem. Pastaj duhet të zgjohemi në syfir. Momentin kur është i caktuar syfiri duhet lahet e hangmja dhe e pimja dhe bëhet niyet. Niyetin vëllezër të ndershëm besimtar, në momentin që jemi ata të cilët ja mojnë menën me majtë Ramazanin, me ninu Ramazanin, ajo fillon niyet, domethënë. Po shprehja me gojë është shumë punë e madhe. Është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nevejtu an asuma qaddan lillahi taala. E bëra niyet ta agjëroj këtë ditë. Dhe inshallah Allahu xhaleshanuhu na ndihmon ta kryjmë këtë obligim ashtu siç i ka hije, ashtu siç e kërkon Zoti, ashtu siç na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër besimtar, programi do të jetë kështu, do të thonë ligjeratën do ta kemi 20 minuta para namazit të Yacis Teravis. Sonte Teravin e falmi me kohën e takvimit, kurse nëse në mbrama do të ndrojmë, domethënë, dikon 2 orë mas namazit të akşamit do ta falmi namazin e Yacis dhe Teravis. Ajo çka duhet kemi vëmendje këtu, akşami domethënë falet në 5:17, na e falmi Yacin dhe Teravin në 7:17. Do të mundohem 20 minuta të jem i saktë me majtën ligjeratën para kësaj. Ajo çka duhet kemi kujdes të gjithë ne këtu e kam fjalën. Yacia domethënë është 18:45. Shihni takvimet, namazin e akşamit mas kësaj kohe mos e falni, se s'ka namaz të akşamit. Namazi i akşamit falet deri kur e ka kohën në takvim. E sonte në takvim ishte në 18:45. Mas asaj s'ka akşam më. Mos habit me ditë ta fal me akşamin edhe hadi se ka vakt kufire e zoni, me ezan mos e lidhni namazin e akşamit. Namazi i akşamit mundësisht bëjni iftar, që mundi me duru, falni namazin, mos e na vazhdojni me iftarin. S'mundi me duru, mas asaj, hajni iftarin, më njëherë falni namazin e akşamit. Mos ja lojmë kohës, sepse bën të fjalë për ibadet, vëllezër të ndershëm besimtar. Domethënë, do të vazhdoj unë me faljen e Teravis bashkë me imamin e vakteve për këtë Ramazan, Fizullah Sadikin. Pastaj do të na zaventësoje gjatë ditës Haxhi Metush Ferati. Muezin do ta kemi edhe Fisnik Kadrihin, i cili është edhe medresant. Dhe inshallah Allahu xhaleshanuhu na e lehtëson dhe na i bën të gjitha ibadetet tona kabul. Dhe po ju drejtohem kështu me një lutje të sinqertë. Çka do që keni, çka do që ju mundon rreth çështjeve fetare, ju kisha lut direkt, të më telefonojni ata që s'muni me më kontaktu direkt, të më takojni, sepse bollë qalbe për feja, u vëllezër të ndershëm besimtar. E kam përmend edhe disa herë më herët, do ta përmend edhe sot. Për smundjet tona mundohemi mjekun më të madh me gjithë, apo? Hapni edhe mito, hapni edhe pare, e harxojmë edhe këtë pasunin mira, që harxojnë. Për fe, na tha dikush edhe usos, mi një herë e mormi, mos i mormi punë të fejes bashkë ashtu kollaj. Edhe 10 herë fish, ma shumë të interesohemi për fejën se sa për trupin tonë dhe për smundjet tona. Sepse për këtë kemi llogari para Zotit Dhul-Xhelal. Atë çka se di o vëllezër e mësojmë, sepse unë jam nxans, unë vazhdimisht jam nxans, vazhdimisht mësoj. Dhe ju jeni ata të cilët më motivojni që të lexoj edhe në tallën. Namazin e sabahit, edhe këtë edhe pe përfundoj, e falmi 30 minuta mas imsakit. Mas sifirit, më falmi, mas sifirit. Inshallah Zotë Gjeleshanu është razim, elhamdulillahi rabbil alamin.
ha ha